Njojnë, jurist e kemi Dorontina Meha, mirëmëngjes, mirë se erdhe Dorontina. Dhe vetëm pas pak do të lidhemi direkt me një opinionist nga diaspora, Zejnullah Jakupi. Zejnullah, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ndërka që Ardian Gaxheri bashkohet me ne në studio, kolegu jonë pas pak qastësh. Mirë, patëm dje më në fund atë që kemi prit tash e sa ko një vendim të gjykatës kushtetuese. Çfarë mund të ndodhë Bakalli, Bajraktari, më falë? Fillimisht do të thënë që gjykata kushtetuese ka vendosur brenda afatit optimal, për faktin se në referencë të dispozitave të ligjit për gjykatën kushtetuese, kjo fundit ka afat 60 ditë me vendos nga momenti parashtrimit të kërkesës. Dyqështje kanë qenë element kyç sa i përket kësaj çështje. E para, afati që në bindjen time ka qenë njëra prej, le të themi, situatave të paqartësuara mjaftueshëm në aktgjykimet e mëhershme të gjykatës kushtetuese të vitit 2020 dhe të vitit 2014. Dhe në rrjedhë të kësaj tashmë gjykata e ka interpretuar tutje dispozitën e njëri gjatë 6 paragrafit 1 të kushtetutës, madje me qëllim të kushtimisht me thonë disiplinimit të skenës politike, është lëshuar edhe në nuanca sa i përket aspekteve gjuhësore në gjuhën shqipe në raport me gjuhën angleze, pikërisht me qëllim të detyrimit të skenës politike, të subjekteve politike, të përfaqësuar në kuvend, që me ndërmarrë veprime në drejtim të jetësimit të vullnetit të qytetarëve të shprehur në zgjedhje, pra sa është e mundur. Mirë, nga kjo përgjigje që marrën pra nga kërkesa që bëri Aleanca për Armiqin e Kosovës, a mund të bëhet një zgjidhje? A mund të dalë nga kjo krizë politike përmes gjykatës kushtetuese? Gjithë e dim, do e pranojnë, do hezitojnë me pranu se kriza në kuvend është para si gjithash dhe në radhë të parë politike. Dhe për të kalimin e kësaj, duhet vullnet, duhet reflektimi subjekteve politike në përgjithësi e fituesit të zgjedhjeve, fituesit relativ në rastin konkret në veçanti. Dhe gjykata kushtetuese edhe kësaj radhe e ka thënë, si me thonë e zezan bardhë, se krahas të drejtës për me propozu kandidatin ose kandidatën për kryetare të kuvendit, subjekte politik fitues, i takon edhe detyrimi, përgjithësia për me kriju shumicën, qoftë me kriju alianca, partneritete përmes subjekteve të ndryshme politike, qoftë në rastin konkret me reflektu në raport me kërkesat në mënyrë që mi hap rrugë te kalimit të kësaj situate. Ndërsa me ta borç pa shpjegu edhe sa i përket çështjes së pikës së dytë që në bindjen time është element kushtimisht me thonë krucial ku është bloku situata, sa i përket çështjes së votimit të fshehtë ose të hapur. Gjykata kushtetuese në aktgjykimin e djeshëm e ka thënë që në rastin konkret, për aq kohë sa e para, dispozitat kushtetuese nuk përcaktojnë që zgjedhja kryetares së kuvendit mund të bëhet në formë të fshehtë, siç është për shembull zgjedhja e presidentit, zgjedhja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese edhe raste të tjera. Për aq kohë sa dispozitat rregullore së punës së kuvendit po ashtu nuk e përcaktojnë një gjë të tillë. Dhe për më tepër praktika parlamentare e ndërtuar tashmë në 8 legjislaturat e kaluara e ka përcaktuar ose ka shkuar sipas formës së hapur, atëherë te kalimi ose tentimi për me ndryshu është në shpërputhje me këto parametra. Për më tepër, rregulloria punës së kuvendit. Gabim zotin. Për më tepër, rregulloria punës së kuvendit në nenin 8, paragrafi 4, në mënyrë taksative e përcakton rendin e ditës dhe kjo është ideja që po tentohet me u zhvendos pikpamja se seanca konstitutive dallon prej seancave të tjera të rregullta plenare përmes të cilave mund të shmanget rregulloria e punës së kuvendit. Pavarësisht faktit që nuk e ndalon në mënyrë shprehimore votimin e fshehtë rregulloria as gjykata kushtetuese, sikur një gjë e tillë të përcaktohej në seancën e 8 pritit nga kryetari paraprak së bashku me përfaqësuesit e subjekteve politike, pavarësisht që nuk është në pajtim me praktikën, do të mund të procedohej tuti. Për aq kohë sa nuk është e përcaktuar, do të thonë në këtë takim, atëherë te kalim ndryshimi për me te kalu këtë rend të vendosur të gjërave, është te kalim i autorizimeve që ka jo vetëm kryesuesi teknik, mirë pas kryetari kuvendit nuk ka të drejtë me bëni gjatë. E qartë, sepse kemi edhe mendime të tjera, të shohim se Jakupi çfarë analizoi në këtë moment që reagoi? E lexova po tekstin e gjykatës kushtetuese dhe themi të vërtetën jam befasuar se
si e kanë përpiluar tekstin e stërgjatër që thanë Çfarë aspekti e disa analistë. Çfarë aspekti? Shiko se po të lutem vetë ta përsëri ta thënë. Tregon se i mungon ta zëm në këtë aspekt profesionalizmi sepse i duhen 47 faqe të citoj të fuz, do më thonë, paragrafet e kushtetutës, paragrafet e shteteve tjera, pa i analizuar, do më thonë, këtu gjykata do të mund të jepte një vendim 10 faqesh, si që bën nga faqe 35 deri në 47, dhe këtë do më thoni përsëri të gjithë, ndashta është e obligueshme se çfarë ka ndodhur, mirë po pastaj është e ripërsëritur dhe vërtet jam shumë i përpasuar për të keq, sepse me 10 faqe do të mund të thuaj, mirë po ta themi. Ku ishte gabim avokati sepse ju i reaguat? Të cila pjesë ishte gabim? Po, gabim sepse këtu gjykata kushtetuese që tani po them se është quar për neutralitet dhe këtu e ka shpreh profesionalizmin, rekomandimet e dhëna aty, një frymë juridike që deputetët kanë të drejtën të vendosin si të dojnë për mënyrën e votimit dhe nuk thuhet askund se kryesuesi mund ta definojë ose diçka, por deputetët. Shumica kërkohet që gjithë deputetët të jenë konstruktiv me votim për të konstituar organet e kuvendit. Pra, ata tjerë, ata të opozitës, a nuk janë deputet? Nuk guxon të bllokoj konstituimin, por ja njeh të drejtën për të propozuar kandidatën, pra, dhe nuk e bën fajtore vetëvendosin ose opozitën, po gjithë deputetët, dhe natyrisht rekomandimi i gjykatës o thotë se krimi i organeve të kuvendit është obligativ. Prandaj e përdor në gjuhën Përgjësia bie mbi vetëvendosin, sepse ashtu është si po thoni ju, po binin kundërshtim me veten. Të lutem analist, ndëgjoj se ne vetëm po kryejmë amulli këtu. Domethënë e shoh si pozitive se me ndëgju diçka konstruktive, jo vetëm me fut kot. Nuk u përpoq, domethënë vetëvendosja u përbën gjitha mënyra taktik krijoi organet, sepse përndryshe jemi në gjendje të jashtëzakonshme. Cilat mënyra, sepse kjo ishte pikërisht kërkesë nga Aleanca për Armërinë e Kosovës. Nuk ishte kërkesë nga lëvizja vetëvendosje. Nëse e ke fjalën për këtë rast që po flasim, sepse për këtë po flasim. Sipas gjykatës kushtetuese të vendosin deputetët në çfarë mënyrë, nuk është e rëndësishme mënyra e votimit, i lutem, dhe këtu domethënë kanë humbur shumë kohë. A është e rëndësishme mënyra e votimit, Dorontina, është e rëndësishme mënyra e votimit e fshat siç po kërkohet nga deputetët? Absolutisht është e rëndësishme përderisa përcaktohet me ligj, po gjykata kushtetuese që Ceku edhe avokati e ka këta që ka përbojnë vetëvendosja edhe që ka po thotë edhe Jakupi është që po e parafrazojnë, gjykata e ka parafrazuar në fakt gjykimin e 2014-s, ku thot që nuk është e përcaktuar cili është votimi i fshehtë apo i hapur. Ndërkohë që gjykata më lart, qysh edhe avokati e Ceku e ka cek që duhet shkohet sipas praktikës së mëhershme dhe nuk kemi asnjë praktikë të mëhershme që kryetari i kuvendit është votuar në mënyrë të fshehtë. Domethënë, ta praktika ka shkuar në votim të hapur. Jo, vetëm ta përfundon, të lutem. Ta përfundon, të lutem, sepse unë po e drejtoj këtë emision. Ta përfundon sepse çdo herë po kemi të tilla debate me juve, na le ta kryejmë punën tonë, pastaj vjen rradha, reagoni dhe ju, të lutem. Po, ashtu e ka lutem respekt dhe për juve, të lutem. Janë rastet kur është përcaktuar me kushtetutë kur do të jetë votimi fshat dhe ky nuk është një rast i tillë. Domethënë nuk është përcaktuar me kushtetutë. Nuk ka pas asnjëherë që një kryetar i kuvendit Kosovës është zgjedhur në mënyrë të fshat. Nuk ka pas asnjë rast dhe këto gjykata e ka bërë qartë që duhet të shkohet sipas praktikave, që sipas praktikave bie që duhet të shkohet me votim të hapur. Përveç kësaj ka pas një mbledhje para seancës konstituive në të cilën ka shku edhe në votim 4 herë Albulina Haxhiu në mënyrë të hapur dhe tash gjykata kushtetuese në një farë forme e ka caktuar që duhet vazhdohet me mënyrë të hapur. Kjo çka po bën vetëvendosja është totalisht deklarata politike që nuk nuk lexohet çashtu aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Ke diçka përshtuar për të na bërë të qartë? Po, ky aktgjykimi që po thot kolegu shumë faqe, në disa prej pikave, pika 156, 157, i referohet rregullores së punës së kuvendit në 8 paragrafi 4, i cili në mënyrë teksative përcakton rendin e ditës së kuvendit, rendin e ditës së mbledhjes konstituive, e cila përcakton pikat. Formimi i komisionit për verifikimin e mandateve, bërja e betimit, zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve, nuk thot themelimi i komisionit për zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve. Domethënë,
Rregulloria është shumë e qartë dhe taksative. Për më tepër, ndryshimi, tentimi për me ndryshuar rendin e ditës në procedurë, sepse kjo është e rëndësishme. Sikur të vendosej me 8 prill, do thonë mënyra e votimit, pavarësisht faktit që mund të mos ishte në pajtim me praktikën parlamentare të ndërtuar deri tash, atëherë në bindjen time mund të ishte interpretueshme, mirë po e drejta mund të konstatohet që ekziston. Mirë po, për atë kohë sa nuk është përcaktuar, kryesuesi i seancës nuk ka të drejtë me imponu për atë kohë sa është në proces, sepse edhe gjykata kushtetuese ka thënë, edhe ne kemi thënë që në krye të herës, kjo është një seancë e cila nuk ka përfundu akoma. Prandaj, tentimi i rregullave, 38 tentime për me u konstitu. Prandaj, tentimi për të imponu, për të ndryshu procedurën, pavarësisht çfarë, domethënë, është në kundërshtim sepse është edhe këtë po e thëmë, as kryetari i kuvendit nuk ka të drejtë me bani gjatë të tillë gjatë procesit. Mund të ndryshohet procedura, mirë po, aja mund të ndryshohet në seanca plenare, në seanca të rregulla, seanca konstituive, ka thënë edhe gjykata kushtetuese, e kemi thënë edhe ne që në krye të herës dallon prej seancave të tjera, është seancë kushtimisht me thonë solemne, ku rendi i ditë është i përcaktuar në mënyrë taksative me rregullore. Ndërka që sot nga ora 10, vetëm një njoftim kam për shikuesit, sot nga ora 10 lëvizja vetëvendosje do të mbajë konferencë për media ku do flasin Glaukon Njufca dhe Albulena Haxhiu. Konferenca mbahet në hollin pranë zyrës grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Mediat janë të ftuara të marrin pjesë. Besoj që do të kemi dhe më të qartë vendimin edhe të lëvizjes vetëvendosje nga akt vendimi që doli mbrëm nga gjykata kushtetuese. Ardian, që patë doja të ndërlidhesha se aq sa faktikisht u mundova unë, edhe pse jam jurist, u mundova të thellohem në atë çfarë është shkruar në këtë vendim, në këtë interpretim më shumë se sa vendim. Dhe aty e pash që gjykata kushtetuese i ka përdorur 3 element: kushtetuten, rregulloren e kuvendit dhe praktikën parlamentare. Praktika parlamentare tregon që nuk ka pas ndonjëherë ndryshim të votimit përgjatë seancës, por megjithatë aty theksohet që munden me u marrë vesh deputetët në mënyrë që me ndru ato mënyrën e votimit. Por problemi është që nuk janë vetëm deputetët e vetëvendosjes, por edhe këta të tjerët. Prandaj duhet të pyeten të gjithë, të gjeni konsenzus a mund të ndrohet apo s'mund të ndrohet, e jo sipas dëshirës së një partie të bëhet votimi. Në anën tjetër, kjo është më se e qartë, është shumë e dhimbshme për vendin tonë, që kemi një klasë politike të tillë pa përjashtuar asnjërin parti, sepse edhe gjykata kushtetuese nuk mundet me shku me u rregullu punët, problemet politike politikanëve tonë, por ata duhet me pas vullnet dhe duhet me pas përkushtim ndaj këtyre gjërave. Dhe një gjë e tillë, qoftë nga të gjitha partitë, nuk po shihet. Partitë tjera si PDK-ja, LDK-ja, Aleanca na kanë thënë që do bëhet qeveria e opozitës, nuk po dojnë me bo, s'po kanë vullnet. Në anën tjetër vetëvendosja që i ka numra nuk po dojnë me bo, dhe po presin që gjykata kushtetuese m'ja u zgjidh problemet. Kjo është një anomali që ka po ndodhur në këtë shtet. Është pikërisht gjyqtari i gjykatës kushtetuese Kadri Kryezio, i cili ka thënë se nëse ky detyrim nuk përmbushet brenda afatit të përcaktuar, atëherë kemi të bëjmë me shkelje të kushtetutës nga ana e të gjithë deputetëve. Marrim tani mendimin e Zejnullahut? Po, me këtë mendim pajtohem, sepse gjykata kushtetuese, siç thashë, vepron për pos përsëritjeve, ato citimeve të tepërta dhe koklavitjes në tekst diku në 30 faqe, më në fund e sqaron se nuk dënë të ndërhyjë se janë çështje politike, mirë po deputet janë të obliguar dhe gjithë ky proces nga shpallja e zgjedhjeve fituese. Nuk ka legjitimitet procesi, është nuk mund të shkilen rregullat kurse janë në përpjekje për konsolidimin e parlamentit, dhe tani është obligative që gjykata kushtetuese jep deputetëve që ta krijojnë, që të bëjnë koncesione, të bëjnë marrëveshje mes tyre kryesore brenda 30 ditëve të krijohet kuvendi,
dhe jo të hudhet faj, as nuk mund të shkohet në zgjedhje në këtë proces sepse nuk është kuvendi legjitim sepse nuk janë krijuar Jo, është legjitim. Gjykata kushtetuese thekson shumë mirë që duhet me u zgjedh brenda 30 ditëve kryetari dhe kryesia e jo me ngul kom në Albinina Haxhiun. Po duhet me zgjedh zgjidhje kjo po i takoj ke vetëvendosjes ose të parit. Nuk e kanë kuptuar tekstin, as Hikmeti Bajrami nuk e kishte lexuar del dhe mban aty ligjërat. Për shembull duhet ta lexosh tekstin, gjykata e thotë. Po çe zotni, nuk je këtu për me ofendu njerëz, po me dhon ndaj mendim paç. Zgjedhje edhe nëse nuk bëhet mirë, po për 30 ditë gjykata kushtetuese as nuk e thotë çka do të jenë pasojat nëse do të bëhet 30 ditë dhe nuk do të formohet. Po pikërisht kjo është edhe më e rënda, sepse edhe për pikërisht këtu dua dal Zejnullah, çka nëse nuk kuptohen, nëse nuk merren vesh brenda këtij afati 30 ditor, cila është pasoja juridike? Cekët këtu për pasojat juridike? Tani këtë gjendja është e jashtëzakonshme sipas nuk e ka thënë direkt në mënyrë direkte për shembull kushtetuesja, mirë po është vërtet gjendje e jashtëzakonshme sepse asnjë organ i shtetit nuk ka legjitimitet pa u krijuar, domethënë tani kuvendi përpos presidentës që ka veç mandat. E qartë, ta marrim dhe mendimin e avokatit dhe të juristës. Vetëm ndajmë te kjo temë mbajmë mend çka po fol sepse kjo është besoj shumë e rëndësishme, cila do të jenë pasojat juridike. Nëse brenda 30 ditëve nuk arrihet një marrëveshje për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe gjithashtu për të vazhduar procedurat tutje. E para në referencën e nenit 116 kushtetutës vendit tonë, gjithë akterët cilët ju dedikohet atë gjykimi gjykatës kushtetuese janë të detyruar me zbatuar një gjë të tillë. Pasoja juridike në drejtim të shkumjes eventuale në zgjedhje siç është diskutuar, natyrisht që nuk ka mundësi një gjë të tillë, e ka thënë edhe atë gjykimi gjykatës kushtetuese vitit 2014, e ka thënë edhe në njërin prej pikave të atë gjykimit edhe ky që u publikua dje. Zgjedhjet në këtë variant pa u konstituu kuvendi duhet të shmangen si opcion. Ndërsa sa i përket çështjes se a do të arrihet brenda 30 dite, me këtë diskurs polarizues që e pam dje që base mund të vazhdojë edhe sot, vështirë që mund të arrihet brenda këtij afati. Por ajo çka në fakt vjen në shprehje, pastaj është rregulla gjatë të 6 rregullore së punës së gjykatës, sipas të cilës palët mund t'i drejtohen prapë gjykatës rase eventualisht nuk arrihet me u zbatu afati i vendosur nga ana e gjykatës kushtetuese, dhe kjo fundit mund të nxjerrë akt vendim për mos zbatim të vendimit, dhe në instancë fundit mund ta informoj mbi baza periodike institucionin e prokurorit të shtetit për hitazi me mos zbatimin e vendimit të gjykatës. Mirë, cilat mund të jenë pasojat juridike, nëse edhe pas 30 ditësh nuk kemi ndonjë rezultat konstituimit të vendit Kosovës. Siç është edhe avokati mundën me u drejtu prapë gjykatës kushtetuese, pra të kërkohet një interpretim për interpretime. Na kemi trendit kushtetues, domethënë edhe nuk e di krijohet një farë kaosi edhe një farë shkelje e demokracisë realisht. Në rast të ndodh kjo, unë shpresoj të mos ndodh, edhe pse shihet që ka tendenca, po shpresoj të mos ndodh kjo, për shkak që nuk mundemi me paramendu një shtet anarki. Do më thonë, na automatikisht lirisht mundemi me thonë që mujna me shku në anarki. Është edhe një zgjidhje tjetër. Detyrim, gjykata kushtetuese e vendimet e veta i ka detyruese dhe nuk ka shkallë tjetër. Gjykata kushtetuese është organi më i lartë që mundet me jep vendim. Edhe nëse edhe kjo shkelet, atëherë unë nuk e di çka mundemi me i thonë partisë parë, konkretisht vetëvendosjes, nëse na kemi kërkuar anarki, atëherë nuk e di, vetëm vetëvendosja e kon këtë aspekt, më falë Jakupi, se nëse shkelet kjo afat është përgjësi totalisht e vetëvendosjes dhe nuk është përgjësi e as kujt tjetër. Sepse ajo e ka obligim, gjykata kushtetuese e ka cekë që me grupe tjera parlamentare e ka obligim që të lidhë marrëveshje për kryetarët e kuvendit edhe për nënkryetarët. Shiko, fitimi, për shembull krijimi i organeve të kuvendit se njerëzit deputet nuk e kuptojnë. Është qëllimi që t'i jepet legjitimitet kuvendit, pastaj qeveria, vjen formimi i qeverisë. Domethënë nëse ti nuk i krijon, nuk e formon kuvendin, atëherë ti je kundër, ti po e bën vendin në gjendje të jashtëzakonshme. Zotri Jakupi, jo si themeluesi i Konstitutës së Kosovës. Zotri Jakupi, po ta përsëris, ju si themelues dhe mirë kuptues i Konstitutës së Kosovës, a e din që ekziston edhe një mënyrë tjetër
për me zgjidh këtë çështje. Në qoftë se këta nuk e zgjidhin për 30 ditë, Glauko Njufca është ushtrues detyre kryetarit të kuvendit. Ai ka të drejtë kushtetuese t'i thirrë deputetët e vjetër dhe me deputetët e vjetër të shkojmë në zgjedhje. E dyta, a e din zotri Jakupi që veç 22 ditë Albin Kurti ka mandat si ushtrues detyre i kryeministrit. Albin Kurtin, idolin tënd e ke do me thonë të kundërligjshëm okupues të institucioneve. Duhet ta jepësh një mesazh të mirë, të drejtë. Kjo është mesazhi jam, unë po ta interpretoj ty ligjin. Organet e kuvendit, pastaj do të shohim se cilat nga parti do ta krijojnë koalicionin për ta bërë qeverinë. Dhe jo tani të bllokohet sepse nuk mund t'i drejtohesh sërish gjykatës, t'i thuash, ma jep edhe një interpretim. Është gjendje jashtëzakonshme vërtet, edhe pse se ka thënë gjykata ti njerëz të jashtëzakonshëm, jo njerëz që bojnë hajgare me shtetin me 58 deputet nuk e konstituojnë kuvendin. Albin Kurti hapen mbas një njerit që s'është drejt Kosova e njohim. Këtu jetojmë na. Të gjithanshme për të krijuar, ju ka ofruar PDK-s, ju ka ofruar LDK-s, ju ka ofruar nismës, vetëm i lutem t'i bëjmë organet dhe gjykata kushtetuese nuk thot në asnjë rresht se nuk ka të drejtë të insistojë në kandidatën e saj. Asa kemi pa ne, kanë qenë disa parti, po edhe mënyra si ju ka drejtuar, ka qenë... Pikërisht, pra, ai për ju thot, hajde një ju me bohën e çka du me juve. Adin ata me qenë fëmijë edhe nuk shkojnë në formë. Aftën janë di të ofenduar vetë... Letra vetë brenda ka qenë ofenduese, e keni bo me krejt, bën edhe me mu. Me thonë është... Po, pikërisht, e do e bënin. Unë e kam thënë shumë shpesh në për studio televizive që pa dyshim që partit e Kosovës do i te i kalonin ofendimet dhe sharit që i ka ndodhur nga zotri Kurti. Sepse janë as të pjekur që shteti është i rëndësishëm. Pret veç pak, se na krejt po të presim të s'pëna pret. Pret veç pak. Zotri Jakupi, për problemi që ndronë, se zotri Kurti cilësohet nga të gjitha partit të cilat deklarativisht e kanë cilësuar si njeri të rrezikshëm për Kosovën. Ku ka njeri ma të rrezikshëm që na ka qu shtetin para kolapsit. Kjo shtet është para kolapsit. Ne nuk kemi ku me shku edhe 2-3 vjetë, gjithë si doj me jetu këtu. Pëllaj e kiti atje prej Gjermanisë, me na kalëzu neve që shme jetu këtu. Mirë, nuk e di nëse mund dalim nga kjo situata, apo jo gjatë ditës sotme, nëse mund të prodhoj rezultate pozitive. Zonja Gonxhe, dalja nga situata është vërtet që të gjithë tani të mësojnë, sepse është obligative vendimi gjykatës kushtetuese që të i themelojnë organet e kuvendit, pikë. Pse të mos krijuar. Ai tregon atë si themeluesi i Kushtetutës Kosovës. Zgjedhje, informimin e qeverisë nga opozita nëse mund t'i bëjnë numrat, atëherë dalim nga kjo gjendje jashtëzakonshme, sepse kuvendi fiton legjitimitet, ju lutem. Ne këtu duhet ta themi si analist. Problemi kryesor që nuk po dalin. Zotri Jakupi me gjithë dëshirën tuaj, dëshirën tonë, ata nuk po arrin këtë gjë. Duhet ne si media duhet t'i japim edhe ne apel, siç i ka dhënë me konstituu kuvendin, ki drejt, se na i kemi krejt fajet, që i nxjerrim të palarat atyre që s'bojnë si një t'i Edhe na jemi një pjesë e fajt, mediat janë që duhet ta përkrahemi racionalen. S'kemi faj, as ne as ju, zotri Jakupi. Vendimi i gjykatës është shumë i drejtë, vërtet, racional, nuk është i njanshëm, të gjithë partit i kritikon dhe i therë ndërgjegjes së deputetëve të formojnë. Tash është legjitima nuk është, se ma heret këtë të thonë s'ka legitimitet, tash është shumë i drejtë. S'ka, jo, në momentin atëherë fitohet legitimiteti. Atëherë fitohet legitimiteti i deputetëve, se ato pa u krijuar faza e fundit, as deputetët që kanë fituar zgjedhjen nuk kanë veç marrën rrogat, nuk e di si është e mundshme. Deputet janë po s'populojnë. Ata janë deputet, po nuk janë të e kry punën e vetë. Edhe kjo, që ma kujtove, janë deputet inkompetent. Edhe kjo është për turp për klasën politike. Dhe mos harroni që ata janë deputet që në momentin e certifikimit, madje
ka dilema certifikim a dhënjet e betimit, mirë po megjithatë ata janë deputet, që po të mos ishin deputet, gjykata kushtetuese nuk do të çojë fare në shqyrtimin sepse nuk do të cilësoheshin si palë të autorizuar, kështu që kjo andaj edhe kanë përgjegjësi apo jo, dhe sipas studit personal vetëm edhe këtë aceko. Prandaj pa legitimitet s'mundesh me qenë deputet. Sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, pengimi apo mos zbatimi i obligimeve kushtetuese, siç është konstituimi i kuvendit, mund të ndëshkohet me burgim prej 3 deri në 6 vjet. A ka gjasa Ja, kjo është një interpretimi ngushtë i dispozitës së kodit penal përmes të cilës detyrohen palët e afektuar në zbatim të vendimeve të gjykatave dhe kjo si rregull i referohet gjykatave të rregulla sipas praktikës së deri tashme nuk dinë se ka pas ndonjë situatë kur dikush ka shkuar në përgjegjësi të kësaj natyre për mos zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Tha kolegja nuk do të dëshiroja të jetoja në një shtet në të cilën kontestohet mos zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese sepse është vërtet për keqardhje për këdo. Çka është e rrezikshme kjo situatë? Natyrisht është e rrezikshme për demokracinë, është e rrezikshme për shtetin, është e rrezikshme për institucionet. Ne deri tash ka pas ndoshta vonesa për sa i përket zbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese, përmend në rastin konkret, sa i përket ligjit të pagave, gjykata kushtetuese pa të obliguar kuvendin në legjislaturën e kaluar që deri në gusht vitit që shkoi me hartu ligjin e ri, nuk është hartu akoma. Do thonë edhe kjo flet për pasojat e shumë anshme që ka vendi si rezultati mos konstituimit të kuvendit, por për fat keq po na përsëritën situatat ku realisht subjekti fitues po është bllokues. Për shembull, rasti i ngjashëm ka qenë edhe në vitin 2014. Të lutem. Rasti i ngjashëm ka qenë edhe në vitin 2014 ku pikërisht, domethënë, subjekti më i madh fitues i relativisë zgjedhjeve nuk shkonte as kohën në kuvend, prandaj atëherë gjykata kushtetuese pa të obliguar prezencën e deputetëve në sallë. E thash me këtë gjykim ka shkuar edhe një hap më tutje, duke e normu, duke e përcaktuar që konstituimi duhet të bëhet brenda afatit prej 30 ditësh, siç e përcakton kushtetuta në 166 paragrafin e saj. Prandaj është një moment të reflektimi nga të gjithë deputetët, të gjitha grupet parlamentare në përgjithësi e me theks veçantë subjekti politik fitues, që nuk angazhuar me kriju shumicën që krahas të drejtës, siç e ka thënë gjykata kushtetuese, krahas të drejtës me propozu këndvështrim, me siguru edhe numrin e nevojshëm të vota përmes tutje. Sipas këtij akt vendimi, Dorontina, a duhet që të bëj kompromis lëvizja vetëvendosje me propozimin e kandidatës për kryetar të gjykata kushtetuese ka cek që me grupet parlamentare nuk i ka cek deputet me qëllim, do më thonë ju deputet veç, po me grupet parlamentare duhet të bëj një zgjidhje, duhet të bëj kompromis, edhe kjo është të ceku në gjykim, kështu që është obligative. Përgjësia bie mbi të pari. Përgjësia bie mbi të pari, për shkak që është obligimi ti për me propozu qartë. Kandidatin për kryetar të kuvendit. Duhet bëj kompromis me grupet parlamentare? Absolutisht po. Padyshim, ne jemi këtu, akoma pa ardhur vendimi i gjykatës kushtetuese, ne kemi pa që mungon vullneti politik. Dhe neve na duhet një kompromis dhe gjykata kushtetuese prap e interpretoj pas qenë fare jurist, pas qenë gjyqtari gjykatës kushtetuese e kemi ditë që duhet vullneti politik me arrit një kompromis në mënyrë që me ecë përpara, sepse shihet që të dyja palët kanë 50-50 numrat dhe pa bashkëpunim nuk mundemi me ecë përpara. Është ekskluzivisht mungesë e numrave nga të dy taborët. Pikërisht, prandaj duhet me pas prioritet këta deputet pavarësisht partive, duhet me pas prioritet këtë shtet, se ky shtet do ka shkon drejt kolapsit, se di ku po jetojmë na, që nuk po e shohim ku ka shkon jeta jon. Çdo gjë ka marrë për mbrapsht dhe ne kemi diku 100 e kusur ditë që jemi pa konstituim të kuvendit. Ne nuk kemi kohë me humbë. Ky vit do jetë viti vendimtar i Kosovës. Kosova ose do filloj edhe një herë të ecë mbar, ose ne nuk kemi me u kfill mos i shtet. Është shumë e dhimbshme për neve që jetojmë këtë vend dhe kemi sakrifikuar ne, familjet tona e çdo kusht tjetër për këtë vend. Kjo po shihet që këta nuk kanë vullnet. Dhe do me thonë derisa nuk kanë vullnet, mjeti i vetëm apo zgjidhja e vetme e kësaj çështje është protestat gjithë popullore. Asë një mënyrë tjetër nuk ka derisa këta nuk kanë vullnet. Mirë, Zinullah? Jo. Po, unë si shtash
deputet duhet të vendosin dhe sot kanë mundësin të vendosin pavarësisht mënyrës të votimit të fshehur apo të hapur dhe natyrisht kërkohet që gjithë deputetët jenë konstruktiv për të konstituar organet të qeverisë, pra gjykata, siç e ka kritikuar, pra edhe fituesin, nuk guxon të bllokojë konstituimin, por ja njeh të drejtën për të propozuar qoftë sërish edhe Albulena Haxhiu dhe natyrisht rekomandimi se krimi i organeve duhet është obligativ. Pra, tani Albin Kurti ka dhënë prova që është i afërt, është ofruar me gjithë partitë edhe të partitë e mëdha shqiptare që ta bëjnë një koalicion në atë aspektin tani për krimin e organeve, pastaj vjen çështja faza për krimin e qeverisë, pavarësisht nëse s'mundet të vendosë me koalicion, atëherë vjen radha për shembull opozitës dhe kështu shkuat tutje. Fatet janë të qarta, 30 ditë. 30 ditë i takon parit. Pas 30 ditëshet, shohim se çka do të ndodhë. Ata i kanë 15 ditë, ka është të qarta. Do të kemi çuditëra sa të doni, duke filluar edhe. Duhet që të lejohet që, domethënë, tek sot ose në mbrenda javës të formohen organet, të votojnë opozita, deputetët opozitës ta votojnë, domethënë Albulenën dhe pastaj krijohen. Nuk e kanë domosdoshmëri ta votojnë Albulenën, sepse gjykata kushtetuese nuk tha që patjetër duhet të votohet Albulena, ajo detyrimisht. Kështu që fjala konsenzus nuk është fjalë detyrim, është dialog me gjithë zgjidhje. Tash brenda 30 ditë nështë ta analizojmë gjykimin edhe me tutje dhe kuptojmë që është megjithatë. S'do më thonë që patjetër duhet të votohet një person i cili nuk po preferohet votohet dhe madje kanë të ditur tashmë dhe partitë politike të tjera që nuk do ta votoni një person i cili ka qenë në qeverisjen e kaluar dhe kanë arsye të ndryshme, kështu që pikpamje në anësore për sa i përket çështjes kompromisit. Preferuar apo jo nga gjitha partitë nëse do të ishte. Është çështje e subjekteve politike, domethënë ajo se kush e si, mirë po duhet me kuptu në thelb konceptin e kompromisit. Domethënë që duhet në rrethonat e rastit konkret janë dy mënyra. E para me marrëveshje politike me siguru shumicën, ose me reflektu në raport me kërkesat që i kanë bënë. Në kundërtën, mos reflektimi në raport me asnjërin prej tyre, natyrisht që nuk është frymë e mirë e diskutimit dhe konstruktivitetit dhe mirë kuptimit dhe mirë besimit që të ka thënë gjykata kushtetuese për me studje. Mirë, faleminderit që ne bashkuar në këtë pjesë. Me zëri Bajraktarin do vazhdojmë që ndrojmë edhe me tutje.